do të bëjmë një listë. Kemi bërë listën me një numër emrash aktorësh, gram, të cilat janë edhe më in të momentit, po edhe po themi ato divat, si për shembull po e them Angelina Jolie, po e përmend një emër për të dhënë. Të pyes ti unë fillimisht. Pse zgjedh vetëm gratë në këtë listë? Po se po pyes Margentin. Jo, un kam shembuj burra, do të thënë aktor meshkuj, se gra sa do sa do. A kupton vallë se për shembull. Tani që ta di Margenti me çfarë syri të shohë këto për. Mund të them, po pra. Ajo ngele dorë tënde pastaj. Se për shembull mund të përmend Daniel Day-Lewis për shembull. E vërtet, patjetër. Denzel Washington, se un në aty referohem. Kurse te gratë patjetër. Është Meryl Streep list? Apo sa? Meryl Streep e vëm. E vëm pa merak. Ajo është legjend, po. Po, të vazhdojmë, pra loja është e tillë. Ne themi dy emra fillimisht, emrin që ti e zgjedh e vazhdojmë me aktorin e radhës, me aktoren e radhës në këtë rast. Dhe në fund ajo që del po themi më e preferuara. Dhe është e preferuara. Pa. Margot Robbie apo Amber Heard? Margot Robbie. Okej, Margot Robbie apo Scarlett Johansson? Scarlett Johansson. Okej, Scarlett Johansson apo Angelina Jolie? Angelina Jolie. Okej, Angelina Jolie apo Jennifer Lawrence? Ja prandaj bura vetëm e gra. Jo, do them Jennifer Lawrence. Okej. Jennifer Lawrence apo Zendaya, kam përshtypjen e di që do zgjedhësh. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence apo Anne Hathaway? Jennifer Lawrence. Okej, Jennifer Lawrence apo Jessica Alba? Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence apo Charlize Theron? Stoik qëndrosh. Sa mori mendja që do ishte kaq e vështirë. Okej. Ora njerëzit kanë preferenca të ndryshme. Jo, janë dy aktorë të një profili, por janë me mosha të ndryshme. Atëherë unë do zgjedh pak më shumë eksperiencën, Charlize Theron. Okej. Kualifikojmë bie nga froni Jennifer Lawrence. Vazhdo. Dhe Charlize Theron apo Natalie Portman? Okej. Charlize Theron. Okej. Charlize Theron apo Cameron Diaz? Charlize Theron. Charlize Theron apo Keira Knightley? Charlize Theron. Okej. Charlize Theron apo Emma Watson? Charlize Theron. Charlize Theron apo Jennifer Aniston? Charlize Theron. Okej. Charlize Theron apo Megan Fox? Charlize Theron, Megan Është e bukur. Është e bukur, vendos aty të shikosh. Jo më mirë se këto. Okej, patjetër, po e krahasoj me Charlize Theron apo Halle Bailey. Si edhe një Halle Bailey. Halle Bailey apo Halle Berry? Halle Bailey. Jo, Charlize Theron. Okej. Charlize Theron apo Monica Bellucci? Ja, Monica është profilin e vet, po flas për aktore. Aktore është Charlize Theron. Si e nxori Monicën jashtë lojë, është i madh. Charlize Theron apo Jessica Biel, jo, e kishim. Jessica Biel. Jo, Charlize Theron. Okej. Charlize Theron apo Halle Berry? Halle Berry, po. Këtu po. Okej. Halle Berry. E shfronzuam Charlize Theron. Halle Berry. Halle Berry apo Lupita Nyong'o? Sa më pëlqen kjo vajzë. Është aktore e mirë, është aktore e mirë. Unë do zgjedh vetëm për mundësinë ku ka ardhur, aventurat që ka kaluar, ato gjërat që ajo ka hequr në jetë për të arritur aty te Oscari që ka marrë, Lupita Nyong'o. Është e merituar, jam plotësisht me ty këtu. Mirë, Lupita Nyong'o apo Salma Hayek? Lupita Nyong'o. Okej. Lupita Nyong'o apo Emilia Clarke? Lupita. Okej. Tani është Lupita Nyong'o apo Emma Stone? E diti që Viola është Emma Stone e Kinotekës? Po. Shife pak të lutem. Shife pak të lutem. Është. Që besoj të gjithë flokët bjond, e kupton? Emma Stone e ngriti ky Joroslanthi më shumë, por ka dhe 2 Oscar, e kupton? Por për mendimin tim unë do them Lupitën. Vështirë është, do them Lupitën sepse ka kaluar një kalvar. Ka meritën më të fortë. Ka meritën më të fortë, po. Do të them Emma Stone ka gjetur ca gjëra gati. Kështu që vazhdojmë me Lupita Nyong'o apo Penelope Cruz.
Atëherë po futemi në Europë. Se i duam shumë, do them Penelope Cruz. Kemi kaq vite që presim të futemi në Europë. Mirë. Penelope Cruz apo Mila Kunis? Jo, Penelope. Okej, Penelope Cruz apo Kristen Stewart? Penelope. Ta kishin bërë shefin se kishte edhe ditëlindjes. Okej. Si ja dham. Penelope Cruz apo Gal Gadot? Jo, Penelope. Edhe Gal futet me Megan Fox e me këto të bukura, ta kupton. And the winner is Jo, prit. Ha, pa, këtë drejt. Po se mbaj mend tani për çfarë po flisnin. Po jo, është thjesht aktoria e fundit që e lan për finale. S'më kujtohet. Që se kishin përfshirë Penelope Cruz apo këtham? Pra. Meryl Streep. Pa. Okay. Penelope Cruz apo Meryl Streep? Meryl Streep pa diskutim. Me 3 çmime Oscar, mos gaboj, edhe me 21 herë nominuar. 21 herë nominuar e fiton. And the winner is Meryl Streep. Meryl Streep e meriton dhe në vend të dytë kemi Penelope, Penelope e cila e ka filluar këtej në Europë me Salvador, si e ka? Arova. Regjizori në famshëm Almodovar. Almodovar e ka filluar me atë dhe i kanë gjetur shkallët avash. Nga dal, që ka filluar në teatrin nga Spanja dhe pastaj. Do të gjejmë veten më shumë aty. Ne edhe un doja të ngjisja shkallët dikur avash se u mora ca vite me piano, po nuk doli gjë si përfundim. Unë ta thash që në fillim un jam një muzikant i dështuar, kuptoni? Domethënë por e gjeta veten në pjesë tjetër të artit, po edhe ti artisti edhe ju. Asnjëherë nuk është vonë, a? Ju jeni të suksesshëm këtu në punën tuaj dhe e bëni me dashuri. Dhe mos e humbit entuziazmin, ti në piano e le, domethënë thjesht nuk e vazhdove më atë. Dgjoj unë e lash, po të them drejtën, unë improvizoj dhe unë shkruaj këngët e mia në piano, po unë s'di asnjë notë. Unë s'di asnjë parte, s'di as fare, absolutisht. Tani si bëhet kjo? Ku ti gjën, si bëhet? Po e kuptoj njerëzit zakonisht kur ti luan, improvizon. Me vesh. Po jo, po me vesh i pëlqen muzika dhe kënaqem me muzikën që unë bëj. Tani unë arri e bëj do me thonë, kush e bën këtë? Këtë e bën ndonjëherë janë ata që luajnë në rock and roll, se më pëlqen shumë rock and rolli. Janë Amerikë, që janë me ngjyrë, njerëz me ngjyrë. Ata zakonisht janë të lindur për atë punë. Unë nuk jam i lindur për atë, por zakonisht unë bëj pak. Ato gjëra të vogla që unë kompozoj, më thënë, e arri dhe i përfshit pjesa bluesit edhe rockut dhe rock and rollit. Tani të them një gjë. Jepi. Kur isha i vogël, kam qenë 7-8 vjeç, 9 vjeç, se kjo improvizimi ka filluar gjatë atëre. Edhe më shkoja me babin, shkoja te shkolla e muzikës në Vlorë për të studiuar piano, se s'kishim piano në shtëpi dhe shkonim çdo pasditë shkonim për studime. Edhe unë për arsye se unë nuk di asnjë parte, s'dia as nota as gjë, vendosja partën përpara dhe improvizoja. Edhe babi i pëlqente shumë ajo që dëgjonte, kuptonti? Po një herë, 2 herë, po sa bukur më i bie, ja këtë do bësh, këtë do bësh, thoshte babi. Ko që ti fare as. Unë fare absolutisht, unë thjesht improvizoj aty. Unë ja fusja kot. Edhe ajo në një farë sensi nga ana akustike dilte plot, se pëlqej. Vesh kishe më, vetëm se nuk lexoje partën. Thjesht nuk lexoje partën se nuk i dija. Jo vetëm ka qenë faim, se kanë qenë vite të vështira, dhe më F3 në F4, s'ka qenë vetëm faim që nuk mësoja, por nejse. Tani babi një moment e nuhati këtë, bas 2-3 herë, 4 herë, soli njëna ata çuna që ishte aty. I tha, po ma shiko çik djalë më, se i bie shumë bukur. Kur e pa i djali, tha, dëgjova, ky s'di asgjë, ky është komplet jashtë loje. Ky s'ja ka haperi fare, kupton ti? E madhe.